Një diell pranveror, verore, balloku me atmosferë festive e plot ngjyra si dhe tinguj ritmik. Dita e verës në Durrës i përmbledhte sot të gjitha këto. Sheshi Liria ishte mbushur plot njerëz që i gëzoheshin koncertit festiv dhe panajirit me punime artizanale, ku produkti më i shitur pa diskutim që ishin veroret, së bashku me ballokumet që janë simboli kësaj feste. Shumë organizim i lezetshëm, fëmijët po kënaqen dhe ne po. Duke dalë duke shëtituar me familjen, duke visuar, duke vizatuar vezët që bëhen gjithmonë. Fletë ballokumet të cilat janë simboli kësaj dite. Po. Më pas keni gatuar ndonjë gjë tradicionale në shtëpi apo planifikoni ta kaloni drekën jashtë? Planifikojmë ta kalojmë drekën jashtë. Morëm një veror për ditë verës. Sot si ditë vere, keni bërë ndonjë gatim tradicional në shtëpi? Po, Çfarë për shembull? Mishqinjë zakonisht. E me sallatra, me këto gjëra, me ato që na mundsohet se 2 pensione jemi. Shumë e bukur mbi të gjitha dhe dielli ka favorizuar, po gjithsesi të jesh mes fëmijëve është gjëja më e bukur në botë. Unë mundohem të ndjem fëmijë edhe kur bëj rolin e pedagogut, kështu që në një farë mënyrë mendoj që s'ka gjë më të bukur. Për çdo vit, akoma mirë, po si vit e ka bërë kryetari i bashkisë shumë bukur. Se ishin këtu, janë të lumtur njerëzit, të qeshur, të gëzuar. Si në çdo fest, voglushët janë ata që e shijojnë më shumë dhe mbartin kujtimet më të bukura prej saj. Gëzuar ditën e verës! Gëzuar ditën e verës! Sot je në shesh, po të pëlqen atmosfera? Shumë. Çfarë të pëlqen më tepër? Zburimet dhe meshatrat. Dhe jo, veroren e ke vendosur më duket. Po. Se çfarë simbolizon ajo? Simbolizon ditën e verës. Do kërceni do të festojmë ditën e pranverës. Atmosfera po të pëlqen sot? Po, shumë po pëlqen. Dita e verës e konsideruar ndryshe si dita e largimit të dimrit. Ka krijuar tashmë traditën e saj jo vetëm tek banorët e qytetit të Elbasanit, por dhe në qytete të tjera të vendit. Në Durrës, ajo ka nisur të festohet masivisht vetëm vitet e fundit dhe nisur dhe nga monti i mirë, i këtij mesmarsi, pjesa më e madhe e qytetarëve preferuan ta kalonin atë në ambiente të hapura.